Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjet e shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takojmë sonte në takimin e radhës në ligjëratën tonë të përjavshme, ku jemi duke kaluar javë të tëra dhe muaj në trajtimin e sureve të gjuzit të fundit, të gjuzit amme. Në takimin e kaluar kemi përfunduar surën Alam nashrah laka sadrak dhe kemi përfunduar trajtimin e asaj që Allahu na ka mësuar në këtë sure për një jetë lumtur, për një jetë mirë, edhe për një jetë produktive. Sonte do të vazhdojmë me një temë e cila nuk është koment i surës, por nuk shkon larg koment të surës. Epse sura vjuese surja e Tin, por do ta lë këtë koment të surës inshallah pas Bajramit, kur takohemi inshallah në takimin e radhës. E sonte kam menduar që t'i përshtatëm pak edhe rrethonave kohore, ashtu sikur që e kemi pas tradit zakonisht, që kur kalojmë për sezona të caktuara të adhurimit, ditë me vlerë kështu me radhë, që të thuhen disa fjalë, disa udhëzime, meditime që e përmirësojnë qasjen tonë, kuptimin tonë, përshfrytëzimin e duhur të këtyre ditëve dhe këtyre mundësive. Ju dini se jemi tash në 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijja dhe kemi dëgjuar shumë argumente, hadithe ndryshme që flasin për vlerën e këtyre ditëve. Dhe emëruesi i përbashkët të nderuar vëllezër i të gjitha këtyre udhëzimeve është se 10 ditë që është një mundësi e artë për të fituar shumë. Në këtë që ka mush me thonë është që kjo. Tash, sa njerëz e shfrytëzojnë këtë mundësi është çështje tjetër. Mirë po, është 10 që i parë i Dhul-Hijjës mundësi e madhe me u pasuru shumë tek Allahu xhallahu ala po. Është 10 ditë që i parë i Dhul-Hijjës mundësi e madhe që me këtë 10 ditë me ndryshu komplet jetën tënde në të ardhmen deri në takim me Allahun po. Është 10 ditë që i parë i Dhul-Hijjës edhe këtë vit mundësi e madhe që në këtë 10 ditë realisht të marrësh premtimin e madh apo të marrësh edhe gjykimin se je nga banorët e xhenetit po. Gjithë janë të mundshme. Mirë po, para fjalës mundësi është një fjalë tjetër, shfrytëzimi i mundësive. Do mundësit janë edhe në Dhul-Hijjë dhe gjithmonë. Andaj pyetja është shfrytëzimi i kësaj mundësie. Edhe te koha të ndrozur. Kjo kohë ka qenë gjithmonë. Njerëz kanë pasur që kaq orë. Edhe sot njerëz kanë kaq orë. Po njerëz dallojnë shumë në çka? Në shfrytëzim të kohës, jo në orë të kohës. Se kohët i kanë njëjtë, po disa e shfrytëzojnë kohën shumë e disa nuk e shfrytëzojnë. Pra e çështja është tek shfrytëzimi. Nuk ka te mundësia. Sa shfrytëzon ti mundësinë që ki, kohën që ki, hapësirën që ki, dijen që ki, me një fjalë, shfrytëzimi. Andaj, jeta është mundësi. Këtë që Allah e ka sjellë në këtë dunja, ja ka dhonë mundësi në shku në xhenet. A ka dikush që ka në dunja që se ka pas këtë mundësi? Jo. Madje ne e dim që edhe ata të cilët, domethënë nuk kanë pas mundësi me u taku me ndonjë pejgamber, apo s'kan pas mundësi me ju arrim mësimet e pejgamberve, do t'ju japet mundësia dhe gjykimit të. As ka Allah nuk e lën pa mundësi. Do mundësia është gjithmonë ofertë e Allahut për robët e tij. Por pastaj çështja është sikur është tek shfrytëzimi i mundësive. Pa jeta është mundësi. Momenti kur Allah të ka prunë në dunja, të ka hap mundësinë me hinë xhenet. Të ka hap mundësinë me ngrit, të ka hap mundësinë me mirë. Si të ka prunë në dunja, me njëre kupton se mundësinë të ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët në shfrytëzimin e mundësive. Andaj të ndërnozër, sahabët janë veçuar me këtë pjesë, me shfrytëzimin e mundësive. Nga se
me u taku me pejgamberin edhe me tun kod pejgamberit, ka pas mundësi dhe kush? Edhe Abu Lehebi, edhe Abu Gjali. Po kanë qenë të afër me pejgamberin, po se kanë shfrytzuar këtë mundësi apo. E ka shfrytzuar Abu Bekri dhe Omeri apo. Në çështja është tek shfrytëzimi i mundësive apo. Prandaj kur i ka thënë ai pe taben me Hudhaifës radhiyallahu ta'ala anhu, se kur kishim me qenë nën kohë të pejgamberit, kishim me mbrojtje, kishim me përkrah më shumë, Hudhaifja është hidhru, për shkak se Hudhaifja ka qenë ekspert i fitneve, i ka ditë mirë situatat që të kalon njerë dhe çka ka mundësi me e kaplu. Prandaj i është përgjigj pikërisht me këtë çështje, se ti shekon në atë kohë kush e di, domthon ku kishe me qenë. Me ligjëratën tonë, kush e di sa e kishe shfrytzuar mundësinë me ndihmu pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe e gjejmë këtë shfrytëzim të mundësive të ndërmjetësve të qartë në jetën e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për shembull, shumë të mundësi, shumë të, më në rastet, nga se shfrytëzimi i mundësive edhe më minimale ka qenë mentalitet i ngulitur në koka dhe në zemrat e sahabëve, ata janë edukuar këtë frymë. Nuk ju ka i kur gjë. Prandaj dini ai sahabiu i cili i ka dhënë abdes pejgamberit alayhi salatu wasallam, e i ka thonë pejgamberi kërko. Çfarë po do të thonë? Mundësi e mirë ato. Ka mujt me kërku për shembull dunja, me kërku shumë sana ato. Ka thonë es'aluka murafaqataka fil janna. Du që të jem shoqërues i yt në xhennet. Çfarë po duam? A më tha lyp, çfarë po lipi? Mundësi. Ata ka mundësinë pejgamberi sa, shfrytëzojmë mundësinë ato. Edhe i ka thonë pejgamberi sa, atër ndihmon pra në këtë arritje me shumë sejdë. Ti jepi pak ama me lenë Allah të ki me konë që ki. Shiko, e ka shfrytëzuar mundësinë apo. E ka shfrytëzuar mundësinë apo. Ose për shembull, hadithi Ukashës radhiyallahu ta'ala anhu, që është i njohur, kur pejgamberi më ka thonë kam hyrë në xhennet 70.000 nga ummeti jam, domthon pa llogari dhe pa dënim para prak, drejt në xhennet. Ukasha ka thonë ja Rasulullah, lut Allah më bëj ty, ka ti për ty. Mundsi? Nuk ka qenë rastësi, mundsi. Dallën rastësia nga mundësia. Ukasha rastësisht s'ka qelluar aty. Po ai ka prit këtë moment, është përgatit dhe i ka mundësia e ka shfrytzuar. E ka shfrytzuar mundësinë. Është shumë tjera që veç me fol për, domethënë, edukatën e sahabeve në raport me shfrytëzimin e mundësive del cikël i gjëratash apo. Nga shembujt e shumë nga jeta e tyre që tregon se si ata kanë qenë, domthonjë gjithmonë në pritje të mundësisë më minimale që me e shfrytzuar mundësinë me fitu shumë tek Allahu te bareke ve teala. Dhe në përpjekje që këtë temë e trajtu të ndrugëzër dhe në meditim të rasteve të sahabeve, ajeteve të Koranit, i kam përmbledh disa pika që konsideroj se mund të jenë parime të rëndësishme në qoftë se besimtari i përmbahet këtyre parimeve, me lejen e Allahu xhallahu ala do të shfrytëzojë çdo mundësi që i jepet. Do të thotë, shfrytëzimi i mundësive ndërtohet në disa aspekte parimore. Besimtari është parimor. E nga parimet në jetë tjetër shfrytëzojë mundësinë e dhënë. E ka parim në jetë. Dhe ky parim në jetë realisht ndërtohet në disa baza të rëndësishme. E dua që sonë të mi përmend disa nga këto baza që janë përmbledhje. Disa i kom thonë një ditë tjetër, disa i kom thonë në shamerë, disa keni dëgju dikun, po janë përmbledhje në kuadër të kësaj teme që shpresoj të na ndihmon shumë në këto ditë, por edhe në çdo rast tjetër, gjithmonë, që të mësohemi ta shfrytëzojmë mundësinë, ta shfrytëzojmë rastin. E para që kisha me përmend të ndërmjetësor parimi i parë i shfrytëzimit të mundësive është mund me qyshut parimi i mirënjohjes ndaj kujdesit të Allahut për neve. Të nderuar, shumë dietar kur kanë fol për meditimin e Kuranit, një nga rezultatet mahnitëse të këtij meditimi kanë përmendur kujdesin e Allahut për neve. Që është kujdesi Allahut për neve? Me na mësu, me na udhëzu, me na sqaru, detajzime, sqarime, kuptime, asgjë mos më met
diçka e pa qartë, dritë e qartë, e ka qujtë Allahu xhallahu ala udhëzim e tij nur, dritë, do në dritë s'ka mundësi diçka mos me pa. Krejt çka duhet me pa, realisht ka ra drita mbi te. Dhe kur besimtari e ndin, e përjeton, e kupton këtë kujdes hynor, atëra reagimi i tij normal do të jetë shfrytëzimi i mundësive që vijnë përmes këtij kujdesi hynor. Nëse Allah është kujdes për ty, shfrytëzoje këtë kujdes pra. Sa është kujdes për ty, jo për te. Për ty është kujdes Allah te barekutaala. Ana shfrytëzoje mundësinë. Për shembull të ndërrozë, nëse keni nevojë diçka të caktuar, keni problem shëndetësor, keni paqartësi të caktuar kështu me radhë, edhe ekspert e lamis apo vinë dhe thonë nëse ki diçka na kujdesemi derisa të bëhet e qartë. A shuzon mundësinë të thosh, hajde se nesër kismet. Kjo është e palogjikshme. Të kanë njerëz bash adekuat. Më u kujdes për problemin tënd shëndetësor. Më u kujdes për problemin tënd caktuar që ki. Ose për shembull mund të jenë njerëz të pasur shumë. Thotë kemi ardhur më u kujdes për borxhet e tua, veç ka do soi ki. A thush mas një javë se tash po pritëm ju kallëzua? A thush? Ja thush, e shizon kujdes të tyne për borxhet merr, çika merr. As selam për nesër bile, as për një orë më vonë. Pse? Nga se e shizon mundësinë e këtij kujdesi. E Allah sa është kujdes për ty që të më fitu. Shika për shembull, nëse e thu këtë ki kaq sevap, nëse bën këtë ki kaq, është kujdes të më fitu. Krejt ato çka e lexon në shpallje, në Kur'an, në Sunet, e sheh se Allah është kujdes që ti me dal fitimtar. Subhanallah. Nuk don, nëse këtu i mediton e sheh që kujdesi i Allahut që ti me shku në xhenet është shumë më i madh se kujdesi yt ti me shku në xhenet. Në më shumë ai kujdes për ty se ti për veten tonë atë. Edhe pse shkuret në xhenet tek Allahu xhallahu ala alun në hesab kur gjë. Absolutisht. Kretë mi që unë gjëhnem, Allahu mbetet qaj Allah që është. Kretë mi që unë gjennet, qaj Allah jetë. Së nëran të ka Allahu kur gjë. Po të në ndërën shumë, vëlla për. Të në a mush me thonë, me shku në gjenë mirë është, po dhe mësë me shku, ja, dhe mësë me shku, botë mësë vetë. Edhe në së thush ti mësë me shku, dhe Allah është kujdes për ty. Që ka përshamë kujdes i Allahut për më pendu më katari. Habitesh Allah, natën thirr, ditën thirr, kush e bën kët i falen gjinat. Shikoj për shembull, a të bën përshtypje ç'ky kujdes? A të bën përshtypje ç'ky kujdes? Edhe sa shfrytëzon ti këtë mundësi në raport me këtë kujdes? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot 100 herë, subhanallahi wa bihamdihi, i falen mëkatet edhe nëse i ka sa shku me detit. A është kujdes? A është kujdes kë? Shikoj me çfarë aktiviteti minimal arrin, domthon çfarë fitore. Sa kujdesesh për këtë? Sa herë të ka ik ndet me thon 100 subhanallahu bihamdi. Apo ai po kujdeset për gjunat e tua, sa shku me detit, na themi hajri inshallah. Që kjo është, domthon se kemi parim. Pra të ndërrozur, a dhe që o parim? I themi dikush thot për shembull, një vet thot e kam parim një tonë. Është njëri parimor, nëse them parimin. E dhone, kujdesi jam, ose kujdesi Allah për mu, është parim një tem që në e shuzej këtë kujdes. Nëse është parim. Nëse kujdesi Allah për ty është, për shembull, qef, është për shembull, fjallë që thu, mirë është, ani, shoqër Zotit që po kujdesit për neve, për shembull, së parim këtë ani. Kjo është çështje rastësie, kjo është çështje dëshire. Po nuk ka çështje parimi atë. Andaj ne kum qyt parime. Për shkak kur njëri parimor se than ka parim nuk e bën këtë punë. Ka njëri ka parim gjumin, se prish, vjen musafir kur vjen ato në eca. Ka parim njëtën apo. Nuk thanaj parime. Ushimin që në ko, për shembull. Andaj kur e sheh që Allah është kujdes për ty, don kujdesi i Allahut për ty realisht të vetëdison për shfrytëzimin e mundësive. Kujdesi i Allahut për ty të vetëdison për shfrytëzimin e mundësive. Për shembull, në anën tjetër, nga kujdesi i Allahut është ndërruar se kujdesi i Allahut është shumë, vetëm për si pikë parim se ka edhe kjo mund të kon seri ligjëratash ato. Kujdesi i Allahut për neve në besim, në adhurim, në morale, në sjellje, shumë kujdesi i Allahut për neve
i parritshëm me njoftë deri në fund. Mirë po, nga kujdesi Allah që duhet me bu përshtypje, e që kjo përshtypje duhet me të vetëdisu për shfrytëzim të mundësive që Allah i sill është, edhe hapje e shumë rrugëve me fitu tek Allahu te bareku teala. Shiko, Allahu mbrana një rrugë ka shumë mundësi. Po jo vetëm në rrugë, po ka bërë shumë rrugë. Ka shumë rrugë që çojnë tek Allahu xhallahu ala, e mbrana shumë rrugëve, shumë mundësi. Për shembull, a e ka kurzuar Allahu me arrit taj veç përmes dijes. Tani a din fika, akide, të fëti, së më rëndësi, llojet e mrenshme, apo, pa ma veç me dije. A është kusht? Nuk është kusht. Dikush shkon me pasuni, dikush shkon me trimni, dikush shkon me sjellje, dikush shkon me... Ka shumë rruga, ato. Prandaj Allahu xhallahu ala ka përmendur se ai që e ka synim kënaqësinë e Allahut, yahdillahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. Allahu xhallahu ala ata që e kërkojnë kënaqësinë e Allahut, i udhëzon subul, rrugëve të shpëtimit, subul as-salam. Ato krejt rrugët që përflas për to janë mbrana një rrugë. Ihdina as-siratal mustaqim. Një sirat është, po ka shumë rrugë. Po një rrugë është që çon për xhenet. Një është, ajo është siratal mustaqim. Mbrana kësaj rruge ka shumë. Çka thon pejgamberi alayhi salatu wasallam? El-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 70 sadik. Ma nalta la ilaha illallah, ma poshtë imatatul adha anit tariq. Edhe kjo është mundësi për shkon xhenet. Mundësi e largon një pengesë për rrugë. Mundësi e ka përmend Allahu xhallahu ala, ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mundësi me shkon xhenet është me ushqyje kafsh, me jap ujë një çane. A mundësi kjo? Këso është kjo vetëmja, është mundësi, një mundësi këtu, por ti e shek kujdesin e Allahut që ti me fitu gjithmonë. Nëse e shuzën mundësinë atë. Andaj Allahu xhallahu ala të ndruan ka thonë, yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allahu don që me u lehtësu juve, jo me u vërtetësu. Andaj është kujdes gjithçka tjetë e lehtë. Është kujdes Allahu gjithçka tjetë brenda mundësive tona. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu askë për te mundësive. Kujdesi Allahut për të qenë gjithçka e lehtë për neve, për të qenë gjithçka e arritshme, e mundshme për neve, në raport me atë që çon xhenet, është kujdes që do të më qenë mirënjohës, apo do të më qenë mirënjohës. E mirënjohja më e mirë ka shi këtij kujdesi është shfrytëzimi i këtyre mundësive që Allahu t'i ka dhënë me arritaja. E çka është lidhja mes parimit të parë dhe shfrytëzimit të mundësive. Parimi i, domethënë, kujdesit për ty të vetëdijson për shfrytëzimin e mundësive. Pse kjo tash ka shumë çka më thon, po vetë sa për ilustrim edhe lidhje mes aspektit parimor të këtyre bindjeve dhe kuptimeve dhe vetëdijsimit për shfrytëzimin e mundësive. Nuk lën besimtari kurrë. Gjithçka që kemi përdoruar shfrytëzon mundësinë. Pse? Nëse Allah është kujdes që unë me fitu me qëta, pse mos me shfrytëzuar? Pse mos me shfrytëzuar? Shfrytëzoj mundësinë. E dyta të ndërruazër që ka të bëj me këto parime që na vetëdijsojnë për shfrytëzimin e mundësive është e para e quajta parimi i kujdesit. E dyta parimi i dashurisë. Çka në kupton parimi i dashurisë? Çdo mundësi që Allahu ta ka dhënë për me fitu, realisht e ka bën nga dashuria dhe mëshira e tij për ty. Unë këtë mundësit. Për shembull, në dunjë a ka mundësi me ndodh ti dikujt me jap një mundësi, po jo nga dashnia. Se dam, po hajt merr një mundësi. Për shembull, ti në qafë, të lodh, a ka mundësi? Ja, e ke një mundësi, se kryen nuk si tu çu ti, apo të spedon. Jo gjithmonë mundësia që japëm dikujt shoqërohet me dashni. S'do më thonë që ashtu apo. Ja, tek Allahu xhallahu është gjithmonë parim. Çdo mundësi që Allahu ta ka jap e ka bën nga dashnia për ty. Për shkak se të ndërlozur mundësia që Allahu ja ofron robëve për me arritë tek Allahu është e ndërtuar me mbi ato që Allah e ka përmend, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty nuk të kemi dërguar tjetër për të mëshirë.
mundësi që i kemi sot të ndërozër, për mes kujt kanë ardhur. Çdo mundësi, kush thot subhanallahu bihamdi, kush e largon një pengesë, kush jep një çani ujë një mace, kush e ushqen njëri, çdo mundësi, kush ne i ka pru këtë mundësi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar, neve shpollas na ka ardhur. E çdo mundësi me qindra me mira që i kemi, për me shku, Allah i ka për me krejt në fjallën rahme. Krejt të mundësi kemi dërgu, që ju të përfitoni nga mëshira Allah të barë këtare. Ma ne të ndërruzë nëzër, kjo, po thamë, kjo du të në bu përshtype, se kjo ma te për është ligjerat, nështë vetë disuse dhe që ngacmon meditimin tonë. Jo nështë shumë informuse, sa është vetë disuse dhe që provokon medita rreth këtyre parimeve. Krejt të mundësi janë në Kur'an. Çdo sure e Kur'anit fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Në fillim start të surës, para se me thellu në sure, Allahu të tregon se krejt që ka kon nga mësimet, nga udhëzimet, nga mundësit, mbrana kësaj sure është mëshira Allahu xhallahu ala. Allahu po dhe me mëshirua ata. Pastaj plus e përmen Allahu xhallahu ala. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. I dënë të shpendohen. Yuhibbu al-mutatahirin, yuhibbu al-muhsinin. I dënë këta. Non, thjesht ofron mundësi që ta fitosh dashninë e Allahut te barekuhu teala. Ofron mundësi. Prandaj kanë thonë disa nga selefi se ai që e dën Allahun sinqerisht, lajmi më i gëzueshëm për të është mundësia që Allah me dashur ata. Shikoni ndërvozë, nuk është ose me riformulu, është kogja begati e madhe me ta mundësu Allah me dashur. Është begati pa krahasimisht e madhe, më e madhe se kjo është me të kallëzu Allahu që edhe ty muna me dashur. Ç'kjo është e madhe atë? Për shembull, sikur të kemi Allahu xhallahu ala çora, ç'ka mundësia me mdasht, që si dashni jo pranoj. Po pa na tregu ana të neve, do të ishte mjaftueshme. Po me një kur Allahu xhallahu ala ka hap mundësinë që, shikoj mundësinë që ai më na dash neve përmes shfrytëzimit të mundësive, kjo me automatizëm të vetëdijson për shfrytëzimin e çdo mundësie që të bën ty Allah me dashur. Nëse ka gjallin zemër, nëse ka vetëdije, nëse ka meditim, nëse ka parim në jetën e një besimtarit. Allah më mdasht, çështje madhore të ndërruazën. Por fatkeqësisht disa çështje janë lajme të mëdha për njerëzit që kanë pas gjallëri të zemrave, ka qenë lajm i madh, po kur fillon mu plagështu zemra, imani, lajmet e mëdha bëhen të rëndomta. Për shembull, a është lajm i madh për ty? Lajm që ti jeton me to, kënaqesh me çit lajm. Domthon gjithmonë disponohesh me çit lajm, gjithmonë. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmend ju përmendi. Atë që ka të mëndë këtë ndërruzë. Wallahi, njëri me meditu veç që ta, fluturon pikëzimi. Ose plas për vaja. Pikëzimit. Më përmendi, ju përmendi. Sërë ti Allahu në përmend, Allahu të përmend. A, kupton çfarë mirësi është kjo? Për dashnisë. Për dashnisë e ka. Pse dënë, e ta ka mundësu që me përmend. E kur ti e përmend, a i të përmend. E para se me përmend, a i të ka përmend. Qysh ka thonë djetarët? Donë, përmendja jo të Allahu xhallahu ala është mes dy përmendjeve të Allahut për ty. Të ka përmend një herë, e përmendja Allahut e ka provoku përmendjet tënde Allahun. E kur ti Allahun e përmend, ai prapë ti të përmend. Ti një ai dy. Ç'ka dashnia? Ç'ka dashnia? Kish me qenë për shembull të ndërlozur çështo këta. Një hadith, s'ka hadith kështu, s'ka. Po më pas hadith kështu. Kush e përmend Allahun 10.000 herë në ditë, e përmend Allahun të një herë. A kishe me e përmenë 10.000 njëtje? Da thejme, po, qysh jo, këkësa. Të një që nërës pëtu s'ma më bihamdi, a kuptan parimitetin, ku është të? Që kjo është me kom besimtar parimor? Që kjo është parimitetin jetë? Me qenë parimor, dhe për me dashnin që Allah ta ka ofru. Aj po t'jep dashnin. E dashuria Allahot për ty,
dhe kuptimi të drejtë se gjitha mundësit i ka për shkak dashnisë për ty, bën me fletëru, veç me kuptu cila është mundësia radhëse. Andaj shikoni sahabët. Sahabët janë model për gjithë shka. E që i kam fillim që i kam su pejgamberi sa me i shëzu mundësit. Aliu radiallahu anhu ka thonë, kur fletë për kohën e sahabëve, kohën e pejgamberit. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, në kohën tonë, cilën kohën tonë, me pejgamberin, nuk e kemi pas asë njëherë breng veprën. Dëmonë, me bune i punë, kur së konë kjo punë gajla, veç këna prit, dëmonë, kur thot pejgamberi mire që të me bo, edhe këna bo. E këna pas breng pranimin, që atjo konë gajla. Në cilën fazë jene na të pasimit të sahabëve? Në cilën fazë jene? Në fazën ende të brengës e punës, na kena gale që ishë më mund me bo, se pranimi nuk është breng. Nuk është breng, të shumica, nuk o gale. A u pranua që ka u bo, so gale. Gale me madhë është e vepra, të vepra. E kur ka dashni të ndërlozër, vepra së kontestohet, po kontestohet a i pëlqej, si pëlqej. Apo? Një njëri kër e dënë dikën, dhe dashëm kër janë, nuk kontestohet qmimi i dhuratës, po brengë është, a kam i pëlqyja jo, apo se dashnia e bën me anashkalu fazën e partë të investimit, sa më rëndësi sa kushtanë, Allah, më rëndësi është veç a i pëlqenë, a i bjenë të amanë, a pranan, që kjo është më rëndësi, njeri me njeri, e ku është, dhe më honë, njeri me Allah në Gjellewala. Dhe Allah në Gjellewala të ndunë ka hapë mundësia, që Allahu Gjellewala me dashtë, e që të mundësi që i ka bu Allah për me dashtë a i ty, duhet me ndesë zjarin e aktivitetit, ambicjeve të vazhur të një musliman që gjdo mundësi me shizun nga se edhin, se gjdo mundësi është një hapë drejt fitimit të dashnisë Allahut për ty. Gjdo, një sadaka, një dhikër, një Koran, të këtë do koftëm. Andaj këtë pikë se me përmbyll, me atë që ka thënë Allahu Gjallahu Ala në Koran, Ar-Rahman, allem el-Koran. Sura që fillon me emën të Allahut Ar-Rahman, me emnin e ati që mëshira ati ka përshri gjithë shka. Mas këti emni që ka Allah dhëtë, Ar-Rahman, allem el-Koran, nga mëshira e ti nda juve, nga kujdesi e ti, nga dashuria e ti për juve, ja u ka mësu Koran. Ta ka mësu me lezu Koranin. Dhe ti e din që Allahu e dënë shumë fjallën e ti me u lezu. Sa e lezën? Që kjo është e puna e shëzimit të mundësive edhe si pasoj e dashnisë. Do në parimi i kujdesit dhe parimi i dashurisë. E treta të ndërnudhëzë që kësha me përmen është aje që realisht na vedison për shfrytëzim të mundësive. Dhul-Hijja, dhe shifundit, Gjumaja, Sabahu, këtë mundësi, çdo mundësi. Parimi i tre që na mundëson me u vedisu, me u ngrit, me u aktivizu në shfrytëzim maksimal të çdo mundësie, është parimi i garimit. Çka më kupton parimi i garimit? Të ndërlozër, njerëzën këtë botë garojnë për qëllimet saktuara, garojnë në kahje dëshme, ka shumë gara. Dhe shpesh herë këto gara që njerë shpenzojnë mund, e shpenzojnë, do me thonë, lodhje, e shpenzojnë para, kur farfitimi social. Mirë po ajë që është në garë, shuzën gjdo mundësi me fitu. Apo, gjdo mundësi për me fitu. Nga se ka me qëllim që në garë me fitu. Edhe ti e në garë. Po ti nuk jenë garë për ndë një qmim dënjas, a mirë njoja, po përfitim caktuar. Ti jenë garë me e fitu qmim matë madhë një tonë. Aja është knatësi Allah dhe gjeneti. Andaj Allah Gjallahu Ala në ka eduku në këtë parim të garimit për të në vedisu për shurzimin i mundësive. Sa ka ajet në Kur'an? Wasari'u, nëzitoni, ngutuni, wasabiqu, garani, apo. Më një sa ka hadithe të nërëzër që ka thonë pejgamberi khairukum,
më i miri për juve është. Kur thot më i miri, a ka gara këtu? Ka gara. Kush bëhet më i miri? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri në mesin e juaj është ai që është më i miri me familjen e tij. E unë jam më i miri për ju për familjen time. Gar kush është më i miri për familjen vet, më i kujdesshëm për familjen vet. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri në mes në ju është ai që e mëson Kur'anin dhe mëson tjerë. Gar. Ka thonë pejgamberi s.a.s. E habbu nasi ila Allah, anfa'uhum lin-nas. Njëri më i dashur tek Allahu është më i dobishëm për njerëz. Gar, ai më i dobishëm. Sa ta shohin njerëzit harin gjatë ditës. Gar. Ai që ngar, për shembull, me ku njëri më i dashur tek Allahu. Çdo mundësi për me i bë dobi njerëzve shfrytëzon. Për shkak se çdo mundësi e çon përpara. Ganjë të ndrozur çështjet mund të jenë me një fjalë. Për shembull, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e të thënurit 100 renditje la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. E dini këto. Kur thot la ilaha illallah 100, sa sevap në kosim shu 10 robe 100 gradë ngritet, sa hapet maja. I ka pranuar pejgamberi sallallahu. Ka thonë edhe kur kush s'ka ardhur më të mirë se ai, pas ai që ka thonë, më shumë se kjo. Pa të garë. Ti thush 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah thush. Pa thonë një marrë është, se si të thonë një është dal para 100 tjerëve në umet. Nështë në umet sa njerëz e thonë 100 ditë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sa e thonë? Për 1 miliard dhe 500 milion muslimanë, sa e thonë? Kushtimisht po them, hajt. S'po do me po them nëse e thonë 100 milion vetë. Nëse e thonë 100 milion vetë. Për 100 milionëve nështë 50 milion, nalën të 100 herë. Apo. Ti dhush për thëmë një 5 herë, dalë në 50 milionësh në para tje. Apo. Ndjenja garës bëmë, mos me kondezu 100, po tash mi 100. Ndjenja garës. Ai që jo në garë, se kondezu 100 mo. Se 100 është kushti pjesëmarrjes. E kurzon tash, realisht, edhe provokon, mi 100 sa ka me thonë ato. Ndaj, të pesëve i kam pyet sa herë bën kështu sa herë ka thonë pra 10.000, 15.000 tani kanë më mbështetën gisha së gjej më që ziku përfundoi më apo. Dikur e kam prish në gjemin këtej apo. Kam prish s'ja më gjej më apo. Ka 10.000, ka 12.000 në ditje. Gar. Madje Abu Bekr Omer kanë garuar apo. Derisa Omer u dorzu kanë mo s'ka kush i shtyt me ti Abu Bekr. Ama këta kanë vonë më sa vjet e kanë. Ama gar. Dhe të ndërruat vëzër, të në nuk funksionon mentaliti garës. Jo garës në kuptim të zili se reklamjaja. Gara për punë të mira. Kush, për krynë që më kush për një mënë, une. Ke pa, për i kam rësën kone. Kush e bënë qëtë, ka une. E kush, une. Sahabët, e ka mujtë për i kam rësën që ti kryja, ka mujtë me thonë. Edhe, a i ki që kontesu ti kush? Ja. Po me rrujt shpirt në garimit, ka unë kush për e bënë. Kush për e bënë. Garimin me rrujt. Apo? Pra se garimi është parim njët, kupteja parim jetësor me garu. Nëse gjojnë gjallë, garam me gjallë. Nëse s'ka gjallë, ka dekt balë që mush me garu me ta. Bele të turpnojnë të dektit në garim, ata që jënë shkua. Edhe nuk dhe më thonë që delë para tyne, po s'pakullet provokojnë që të garash. S'pakullet provokojnë që të garash. Sikur që, dhe më thonë, Ebu Muslim el-Khawalani, rahimullah, është falë natën, sa ka mujta i më falë, Muslim el-Khawalani është falë, kogja gatë. E të një ka thonë, mos të mendon Ebu Bekri dhe Omeri, se kanë lonë për taca dembela mazveti, këna më shtyte dhere e gjenetit kush pojnë për para. A e din me hadith kush pojnë për para. Po nuk dënë me qëtë hadith me e fi garimin. Ne e fikëm shumë kallaj garimin. Ne e diskvalifikujmë vetën shumë kallaj për garimin. Pse? Po ata e në konë sahabe. Edhe bim me njëre për ligës sahabe. Tani edhe një 500 vjetë, ata jo tabin, jo këta me ulema, jo këta kështu kanë pas alifat, edhe një 600 vjetë të diskvalifikum. Tani e nisim ka dal, edhe fillon tani me u kvalifiku në ligën e mahallës, edhe mahall
80% s'falin 5 vakte, apo tani ti del, edhe që tani nuk del kampionatën. Problemi është një, me kam po garanti vëllai. Me kam po garanti, me kanë një ngarti. Për çka po garant? Andaj parimi i garimit është që stimulant, provokon gjithmonë që shfrytëzon mundësitë vëllai, shfrytëzon mundësitë. Në ngari, që kjo gafel që sot e buk, shkë e bëjën ato. Garë më në shpis, kush po merë sevap më tepër. Po na themi, e pse kjo s'pe bën, e pse gjithë mu po më thush, edhe në shoqënia, në xhamat e gjithë kona, është mundësi sevap më fitu, po du njerë me konë naiv, më u keqpërdor, po nëse ka mundësi të sevapit, fitajeti, punë e madhe që ka thujnë tjetër, që ti të kalane, që ti këmu shpërlija, ata kanë me qyrë. Andaj, gara të ndërmëzër është aja që realisht e nëzit të këbesimtari, nëzit ambicin e shtudzimit mundësie, po edhe e vedison për shtudzim të gjithë mundësie, nga se nuk dijet me shka Allahu Gjellewala të falë. Nuk dijet për shka Allahu të shpërblet. Nuk dijet, na konkurojmë, po nga mesi asaj që na e prezentojmë të ka Allahu Gjellewala, ti nuk din për cilën Allahu Gjellewala të përqita pa të fali. Ta shtira të ki veç dërejgjën gjenet, apëtëm. Të ku e din, apëtëm? Ndaj gara është më rëndësi, apëtëm. Parimi i 4 që i kësha me përmend të ndrodhë dhezër është parimi i dalimit. Kemi përmend gjatë komentit të surave shpeshere, veçanërisht në gjuzën e 29-28, Kurani shumë i kushton vëmendje dalimit. Njerëzit domosdo dallojnë mes vete. Domosdo. Ka dallim i natyrshëm, pastaj edhe ka dallim që vetë njerëzit e nxisin ato. Njerëzit dallojnë mes vete. Po, ky është më i butë, ky është më i ngutshëm, ky është më i dopt, ky është më i fortë, ky është dikush i bardhë, dikush dallojnë ato. Dallojnë mes njerëzve. Shpeshherë shumë dallime që kur farë roli nuk kanë në përcaktimin e më të mirit, njerëzit i trajtojnë si dallime me rëndësi. Islami këtë këtë i ka refuzuar. Po Islami kur i refuzon dallimet e caktuara, nuk e rënon parimin e dallimit, por e ndërton në bazat të duhura. Apo kuptoni? Domthon, dikush thot Islami ka ardhur, domthon mos e bë dallime. Jo, kush të ka thonë? Që të dallim me pas, kus ka dallim, ka padrejti. Për para me thonë me një shkollë, prindve, regjistoj dhe fëmijë të këtu s'ka dallim. Donë, si kur të merë nërë, si 2, si 5, kejtë në fund, japën ka një certifikat. Ja, që shkollë e kjo? Do të me pas dallim, që i nkurajan, dallimit, pas të e banë shpërblimin, bas dallimit, gjenetë sa dëregje, për shfar arsye, për shkak se ka dallim, mes pejgamberve i dallojnë. Jo këtë pejgamber të njëjtë, ka Ulazëm, ka pejgamber tjerë, ka 2 që janë Khalilur Rahman, të Allah që ka një që është më i miri i krejtëve, Muhamedi sa dallan. A dallan Muhamedi sa për Jahja sa më dallan? Po dallan në asnjë. E kanë të përbashkët pejgamberllokun, po besojmë sin këto pejgamber sa të pejgamber. Pastaj në vlera, në ngritje, në pozitë, dallojnë shumë, apo andaj parimi i dallimit ekziston. Veç nuk duhet me ndërtu mbi baza që nuk qëndran. Më u dallu për shkak për shkak të njerëzit, më u dallu në respekt, më u dallu për shkak vetëm pse ka para shumë. Para nuk e imponon dallimin, sadaka i imponon. Po, nëse ka jep shumë, respektojmë, dallon. Për shkak të dhënjes, jo për shkak të marrjes. Për shkak të kësaj, për shkak të kontributit. Na këtë sahabët i dojmë, ama dallon Abu Bekri. Dallon. Për shkak të Abu Bekri. Pse ka pas pejgamberi çikën e tij gru, a për shka? Jo, më s'ka lidhje me këtë punë. Sa për shkak se ka pas miqësi me pejgamberin, atë. Jo për atë punë. Sa për miqësi ka pas dhe me Abu Lehebin, atë. Si ka kry punë ati kur e Abu Lehebin ka punë? Për kohë u mallku, atë. Mirë, po pejgamberi sa e kanë bivlerësu Abu Bekrin mbi këtë sahabët me çfarë baze? Po kontribut. Ka thonë kredi, jo kemi kthy që kana kanë bëu, atë. Abu Bekrit ja kthen Zoti, s'ka kush e pagun këtë njeri burr. Çka ka bëu ky njeri? Dallan Allah. Andaj dallimi duhet me kon prezant, por i orientuar mbi baza të vlerave të caktuara që stimulon garimin,
që stimulon produktivitetin, që stimulon vlerat, jo që stimulon padrejtësinë. Me u dallu njerëz bazë racës, bazë gjuhës, të bardhët në saft parë, ose të zitë në saft parë, të bardhët në saft dytë, varët arë që fa veni rëndojnë apëtën. Ja Allah, ma në kështot, zulloma kjo, padrejtësi është kjo, safi i pari, të akon që ati që veni pari. Pari qëfar gjuhë e fletë, pari qëfar gjuhë e fletë. Andaj dalimet e tilla racore, etnike, të ngjyrave, në islamin të pa përfillura, absolutisht. A dalimin në bazë të përgjithësinë e Allahut, dalimin në bazë të shfrytëzimit të mundësive, a dalim që respektohet Islami. Kurdo që i shfrytëzon mundësitë më tepër, dallohet prej tjerëve. Dhe ky dallim mbi bazën e shfrytëzimit të mundësive është ai që duhet na respektu. E parimi i dallimit bën që me i shfrytëzuar mundësitë nga se ti e thellon dallimin gjithmonë mes teje dhe tjerëve në aspektin e shfrytëzimit të mundësive. Shikoj për shembull të ndërlozur Kurani ja ka nisë me dallime. A ja ka nisë Kurani me dallim? Po. Ihdina siratal mustaqim. Tani siratal ladzina an'amta alejhim, ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Dallojnë do siratal mustaqim, do të mallkum, do të dhum Allahun ta, do të devijum, do dallojnë. Surën Bekare detajzohet ala më shumë dallimi. Alladhina yu'minuna bil ghaib, këta janë hudan lil muttaqin, që janë të udhëzuar, devotshmit, ata që besojnë në të fshehtën, ata që falin namaz dhe zakat. Do të tjerë sawan alayhim anzartum am lam tunzirum la yu'minun. Ata janë domon të shordhër, i thirr, si thirr, ata njëjtësh bëj. Do nin mirë, po tani e pështillën. Tani e deformojnë, wa minan nasi, e pe njerëzve ka që thojnë besojmë Allahun në ditën e gjykimit, pa ata që janë besimtar. Apo, nda ka dallim? Ka dallim. Prandaj të ndërru vëllezër, Allahu te bareke ve teala e ka legjitimu dallimin mes robëve të tij, por mbi baza të duhura të drejta. Për shembull të ndërru vëllezër, mundsi njerëzit me kont mirë, a kanë mundsinë e barabartë? Po. E dikush që e ka shfrytzuar mundsinë që e ka dhënë Allahu xhallahu ala dhe ka dalluar pe tjetrit, nuk është padrejtësi më kjo, apo nuk ka padrejtësi. Nuk ka padrejtësi. Po nëse Allahu xhallahu xhelalu disa njerëz i ka kriju në këtë vend, edhe në këtë vend, për shembull, edhe më veç për shkak se në çit vend ti, veç në i bajram më ish me falë, se tjera se ki, ajo që jeni ma largë, sa ma largë për shembull, ma shumë keni mu falë. Që kjo dallim, a kishte me koni drejt? Nuk e bën Allah kështu të nuk e bën. Për shembull, ai që jeton në Qabe, e ka barq veç në bajram me shkua. Sa ma largë Qabës me kilometra, ma shumë namaze. Na këtu në kisha një 15-25 me falë, apo, në ditje. Për shembull, dallim, kush e ka imponu dallimin? Qabja. Ja, Qabja nuk e bën dallimin. Qabja si objekt, ja. Po shfrytëzimi i mundësisë me përfitu nga sevapi në Qabe e bën dallimin. Që kjo po? Po, se shfrytëzim mundësie kjo. Prandaj Allahu xhallahu ala, e ka mundësinë. Pejgamberi më ka thonë, të gjithë ummeti jam kanë me hinë xhenet, veç kur s'dan. Mundësinë e kanë tonë me besu në pejgamber në Allah, mundësia është ideale, shumë gati në xhenet, ama s'dan. Sahabët janë gjyti kanë ja Rasulullah, o men ya'ba ya Rasulullah, kur s'dan? Kanë ai që m'gan, ka me hinë xhenet, ai që s'm'gan, s'ka dashur, s'ka shdu mundësinë. Andaj që dallimi në umet e kështu me radhë. Disa njerëz e kanë njeh rrugën e pejgamberit, disa e kanë deformuar rrugën e pejgamberit sa. Dhe dallimi pastaj është ndërtuar mbi bazën e pasimit të drejtë të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj të ndërrohet dallimi është i domosdoshëm. Me diçka që mu dallu, o për të mirë o për të keq. O që mu dallu në rrugën e dur o në rrugën e gabuar. Por ajo që të bën me u dallu, çish duhet mbi bazën e standardeve të drejta që Allah i ka zbrit është shfrytëzimi i mundësive që Allah t'i ka dhënë për më ngrit. Sa ma tepër këtu mundësi i shfrytëzon dallosh ma tepër. Prandaj parimi i dallimit të vetëdijson për shfrytëzimin e mundësive. Besoj që është e qartë lidhja mes parimit edhe shfrytëzimit të mundësive. Parimi i pestë të ndërlozur që du me përmend është parimi i keqardhjes. Domthon keqardhja është
të ndërruazër përjetim që në raport me shfrytëzimin e mundësive, krejt kanë me përjetu. Krejt njerëz. Veç varet në çfarë periudhe kohore. Do më thonë, keqardhja dhe shfrytëzimi i mundësive. Në raport me shfrytëzimin e mundësive, krejt njerëz ka mundi keq, krejt. S'ka përjashtim. Prandaj, nëse kuptojmë se keqardhja është pjesë e pandashme ndjenjeve tona, pretimeve tona, atër ne tentojmë me e zvoglu këtë keqardhje me çka? Me shfrytëzim mundësive. Veç që kjo. Veç shfrytëzim mundësive që Allah t'i ka thonë e minimizon keqardhjen atë. Veç. Përndryshe, keqardhja shkon duke kushtuar. Deri në atë masa që lexoni Kur'an që Allahu thot për banorët e xhenemit. Sa ka mundi keq ata. Keqardhja ata është më madhe. Andaj Allah xhallahu ala thot në surën Maryam, wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghafla. Anzirhum, parlemroj. Treku vërejtin, apo? Për ditën që e ka thënë Allah yawm al-hasra. Hasra është kur njëri një jetë keq. Dhe nga keqardhja pikëllohet, dëshpërohet, zhgënjet. E Allah thot të rejke o vrejtën për ditën e keqardhjes. Pse? Pse kanë qenë gaflet, kanë qenë huti, i kanë arë mundësit, e shumë ta i ka për e ti mundësit, si ka shëzua. Përshë, e ka lidhë Allahu Gjallahu Ala, dhe mon keqardhjen e madhe ditë gjykimit me mundësit e humbra në dynjë të pashëzuara. Edhe kjo është niveli ma i ullt dhe ma i të mërshëm i keqardhjes është mos shfrytëzimi mundësis me besu në Allah në Gjallahu Ala pejgamberin, me dalë të Allah pa besimtar, Allah në rujtë. E pastaj edhe mbrana besimtare ka keqardhje. Ka keqardhje. Varësi sa e ke shëzua. Nëse thush, subhanallah bihamdi, çka ndodh? Çka ndodh? Të mbjellet një pallë në xhenet. Apo. Për sa që si subhanallah bihamdi komentar keq, kur të sheshi koxha do hektar në xhenet, s'tu ka miell. Ka mund me kot miell. Keqardhje. Edhe besimtar ka meni, keqardhja aty në sërë, si kurse aty në xhenem, larg asaj, po prap, ja ushëron Allahu me shpërblim. Normal që në xhenet nuk ka tani më kësi keqardhje, por kanë mendi vetën që kishëm me shtu edhe pak atë. Prandaj shfrytëzimi mundësive e minimizon keqardhjen. Për këtë arsye, kur kanë dashur me tregu për dikon për selefit se sa ka qenë i zellshëm në shfrytëzimin e mundësive, do sa i ka shfrytëzuar mundësit maksimalisht, me këtë potencial i ka shfrytëzuar mundësit, kanë thonë, për disa për tyne kanë thonë, jo për një, për disa për tyne, kanë thonë për ta, si kur ti thuhej nesër ki me dek, s'kish pas qa me shtu mu, krejti ka mu shapt. A i qëtë ka qa me shtu njëri, po nësi i thush, a ke thonë 100 hera, e thonë, kom thonë 1000 hera, nësi thush, a ke thonë 12, të ti kom thonë 25. Do gjitha e është një 2 fesh ma larkë se mundësia minimale ofruar. Andaj, të ndërozër kanë dash me e ullë keqardhjen, sa të ka mos i ditë gjykimit apo. Edhe, e dini që, dhe më thonë, vetë Ibn Omeri, radiallahu ta'ala, që ka qenë i njohur me shëzimin e mundësive. Andaj, a i ku ka kalu pejgamberi, sa më që ty ka kalu even. Epse, juridikisht nuk ka sunet. Juridikisht, me definimin e sunetit nuk ka sunet. Për shumë, pejgamberi shumë ullë që tu. Ullë rasisht, ose u konë venë për mullë. Ta së të thimin ase është sunet mullë qëta. Ja, sa shështu. Do të me di që ka sunet e që ka qenë adet i pejgamberi shumë. Ibn Omeri s'ka dit adet sunet. A ka ec, a ka net, a ka flet që të riju në. Qaq e ka shëzu mundësin që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Derisa e ka një hadithin që flet për vlerën e namazit gjenazës atëm. Edhe për cilës e gjenazës deri në varë. Edhe s'ka besu që ka hadith që shtu me që të vlerë, e kësë ka ditë. Ka ramës pajtim me Ebu Hurerën. Se Ebu Hurera ka ditë hadith e shumë. Që ta u konë problem. Kër ka va ditë, Omeri një kua dhe e ka, e ka mshel, onë të e zë bërë me dalë. Dhe e sa të vërtetom se gjithë të adit që i pithush, e ka ditë shumë adite.
Shumë hadithe. Ka di për shkak se e ka mësuar pejgamberi me gjybën që ka veshur, ka un pej që më ka veshur gjybë kur s'kam harruar. Çka ka thonë ku më të mëna thon. Ka qenë i gatum ka qenë për me transmetite. Edhe kjo s'ka qenë rastisht. E ka shfryzuar mundsinë thon. E ka vetë një pyetje pejgamberin sa, e ka shfryzuar mundsinë, ka qenë afër me pejgamberin. E ka pyet pejgamberin sa një pyetje, ka thonë pejgamberi sa kom prit që askush s'u pyet këtë pyetje pas te jap. E pastaj para se më dhon përgjigjen, e ka shtrua gjybën, ka fryrë do pejgamberi ka në veshë, e ka vesh e Buhariu thotë më soi kur s'kam harruar. Sa s'kam çka ka thonë pejgamberi komo të mëna. E ka shumë mundsinë. Andaj një shuj ka mëjt Aishën radhiyallahu anha. A është e vërtetë që ka thonë pejgamberi sa kush e fal xhenazën e ka një qirat. Qirat është ka diskutim tek dietarët sa është qirati, por është shumë sevap. Disa dietarë për me kallu sa është ky sa ka sa kodra hudit apo. Për shembull për atë. Për shembull. Edhe më i madh se kodra hudit është. Po me kallu sa është sevapi. E kanë kush edhe e përcjell ditë vorrozat faleu qiratan, i ka 2 qirata. Ka thonë Aisha radhiyallahu anha po e vërtetë është. Edhe në komitë që ka thonë këtë pejgamber. Kur kanë ardhur thonë bu këto dyve që është e vërtetë, don i ka pas dogur në dorë Ibn Omeri i ka gjujt e tu i mshot dhejët kanë kem min kararitin dajana sa kiratin a pas ka up Allah e reboft po mi janë gjeja ti u lazni se i ka upa që ti u konë se Ibn Omeri ka rënu në Medine gjamit pejgamberit është falë gjamit pejgamberit falë gjenazët mbekije në vërros që ati u sila s'ka mujtë mika si gjenazë po hajlë bet i pas ka ik në një aptan ti me bo me pasosh kësë pas ka falë gjenazë kur qa si keqardhja keqardhja ka qenë për 2 e për 3 s'ko qenë për 200 e për 300 ato ma keqardhja se ka di që mundësia madhe me fitu edhe pas ka ik mundësia kërështë keqardhja parimi i keqardhjes të vedisëm për shuzdimin e mundësive e veç paramene keqardhën di gjykimit sa ka me qenë të ndërvozër lezo për këtë keqardhja edhe provokon të ti pastaj forcën e lëvizjes dhe ambicjes dhe vullnetit për shuzdimin e mundësive parimi i 6 penguti pak se 7 i kom përmen krejt parimi i 6 të ndërvozër kur vje fjore për shuzdim mundësive është se e kom qujtë shumë me thonë parimi dhe me thonë nuk ka tjetër alternativ nuk ka tjetër dhe me thonë qëtu mundësi që Allah t'i ka thonë qëtu me shku në gjenet s'ka tjera për shamu dikush mund me thonë qëre e di që namazi e di që sadakaja këtu e në punë mira po kalkulan në mundësi tjera ditë gjykimit ndoshta ato i kryin punë edhe fiton s'ka tjera nuk ekziston tjetër që kjo rruga pejgamberit alayhi salatu wasallam të gjitha rrugë tjera që njerëzit mundën me i trillu me i shpik me i kështu me radhë metoda mënyra çdo koft me fitu ndryshe msheltan i ka mshël Allahu xhallahu ala kur e ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasallam s'ka rrugë tjetër që kjo rruga tina që kjo është çu ka thonë pejgamberi sa çka rruga me rrugë ban sunneti faleysa minni ai që i shmong rrugës tam s'është me me sa ka rruga jam apo nuk ka rruga jam andaj do njerëz kanë menu që mundësia më e mirë në xhenetin është sa marran me rënu fejnë, sa ma shumë, mundim sa ma shumë, që kjo mundësi? Sa është kjo mundësi? Sa është përpudhe me pejgamberin sa kjo? Dojnë shku në të kondër të ka, jo, sa ma letë, se feja është e letë, tani tu e letu, tani jenë me të pa fej krejtë. Përndaj, as kjo, as aja, rruga pejgamberit është mundësia. S'ka të alternativë të ndërvëzëm. Shikoni për njerëz në ditë gjykimit, kanë më bo fejra tjera, kurse kanë me veti, dëmon të përmbledhur jetën në shuzimin e mundësive që Allahu ka dhënë, çka ka me ofruar për kompenzim si alternativë. Në rregull, s'kam se vape, mu shpërit. A bën alternativë tjetër, çka ki më dhon që babën çon xhenem për mua. Babën, po ka më thonë, jo me ferul mar'u min akhi. Njëri kom ik pe babës, pe nonës apo. Kom ik pe tyne. S'ka çka jap. Ose yawadul mujrimu law yaftadi do të ketë dëshirë që mëkatari, kriminali
që del tek Allahu xhallahu ala me mëkate të mëdha, me dalin nga rruga Allahu xhallahu, do të ketë që dëshi çka, leu yaftadi, fida me bo. Fida çka është fida? Fida është me sakrifiku dikën, që ta përbëj fida opta. Fida me bo fida në xhehenem, babën e nonë vet. Alternativ, unë s'kam sevape, po a bën në këmbim të sevapeve me dhon babën e nonë, me dhon djalin, çikën. A kupton ti të ndërmend sot do të jetë domthon vlera e një subhanallahu bihamdi gjykimit apo tek shapasa. Sot do të vlera dy recate ato. Ai që ka rruga pejgamberi sa. Ç'ka kjo është? Ç'ka ka thënë pejgamberi në hadithin sefte kur ka shumë Medinë. Hadithi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ayuha nas o njerëz, at'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-layli wa nasun yam tadkhulu jannata rabbikum bi salam. O njerëz, japni me hungër bukë. Për hapni selam, në të kuptin lidhën me zveti, duhet me zveti. Falu natën, hini në xhenet. Ç'ka rruga jonë? S'ka shumë filozofina. Shfrytëzoja dhulhijhen, bë dhikr, jep sadaka, fal namaz, kërko te Allah pendim, shfrytëzoja dhishtë mram të Ramazan, shfrytëzoja këtë, ditë xhumaja, ka një kohë kur nuk the doja, natën një kohë që Allah s'të ndon, shfrytëzoj mundësitë. S'ka tjetër alternativë, s'ka tjetër, nuk ka. Ç'ka është? S'ka tjetër. Andaj kur e kuptojmë se s'ka tjetër alternativë, s'ka dhulhijhe tjetër, që kjo është, që të dhejtë të shkun, të falë zotë dhe invitarëshëm, aje gjallë se gjallë, apo, kur e din që s'ka alternativë, që kjo është një, ndryshe qasërëm, ndryshe. Andaj, bindja, parimi, se s'ka alternativë të vedison për shfrytëzim maksimal të mundësive që Allahu xhallahu t'i jap. Pavarësisht e vogël e madhe, ditën natën, ti vrapon pas mundësive. Me bukhajta. Dhe e fundit të ndërvëzër që kësha në parimi 7, është parimi interesant edhe kjo. Prapë, subhanallahu, kujdesi Allahut për neve. Prapë, rahmeti Allahut për neve. E kum përmbyll këtë tërsi parimesh me të fundit, përshka këse është një derë për të lëdhët të të plëkshtuarit si naftën. Po kjo nuk ka gjithë kjo derë qelë, ka hera qelë. Parimi i kompenzimit. Ka mundësi ka të kompenzohet ato. Të ka i një mundësi me një kohë, ta bena në kohë të tërë, shqyëzaj pra mundësinë ato. Kompenzimit ato. Për shambull, si kurse, Enes ibn Nadr s'ka marrë pjesë në Bedër, mendzi ka prit kur ka mu qilë dera e radhët e dhe. Edhe ka unë nësë Allah edhe një herë e qilë që derë. Se s'dhja ka me luftu më pejgambera, për ka një herë në qilë të Allah që derë. Kënë me pa që ka me bata. Jo, ka thonë, Allahut ka me i të regu që a bëjë në aftën. Që ka subhana, qëfar përmalimi për mundësi të radhës, një që këm ka i që shukon. Ama në artë e ardhësmja, ja ka qelë Allah gjallare mundësi në Uhudit. Po është në hodë për i me ka do që e ka bo kazan bërnishe e ka bo. Dhe më anë, mendzi e ka njoftë, e ka në gjetë, në mesin e 7 mushrikëve të vranë mbrathi, me 7 ka luftuar. Të ndërëzër, betej, me mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasalam, me mbrojt vendin e vetë, me mbrojt fenë e tij, besimin, nga mushrik armiqësor, arrogant, të padrejt që ka thonë nga Mekja, rahat mos milion Medina. Në Uhud i Medina është. Edhe se ka njoftë kush është. Kam kush që kjo mërë qaq ka qenë i gjymtum, qaq ka qenë i deformum nga goditjet, s'ka nditë kështë kjo të. Motrëve të kanë gjohë në bos gishtave, kanë qëtë e në gishtët e vllatë e Enes ibn Nadr. Motrëve kanë gjohë, motrëve në gjë vllatë e metët. A kuptante? Ama që si kompenzimin po, që ty një uqile Allah derën këhera. Se ndodhë njerës në ikë një mundësia ma, edhe njerë më jam mundësia, që kjo e thonë. Shiko, për shambull, sa mundësit i ka për Allah gjellë me prit dhulhijgjën. A ke thonë nere, për shambull, nëse ma mundësia Allah një dhulhijgjë tjetër, kimi pa që e bëjë. Parimi i kompenzimit, ama kompenzimit parimor, jo kompenzimit dëshiror. Pejgamberi asëm ka falë namaz natë. Nëse ka ndodhë me konsumut, ose i lëthshëm, s'ka mund me falë namaz natë, që ka bo? E ka kompenzu ditën. Mundësi, se namaz natë ka shumë vlerë. Andaj, Allahu Gjellë Vala hapë mundi që mos me ti kur qysh, hade natën një lëthë tik dhe që ka të kam dhënë gjumi, mund është me e falë, ditën, kur? Në kohën e namazit të duhas. Në pej kur të në kohën e namaz duhas, kur linë dili, ngritët
domthonë sa një shtiz, dikon afër 15 minuta masi që të lind dielli, deri afër 10 minuta 15 para se mi kuadrikës apo. Këtë kjo është kohë e kompenzimit apo të vitrit apo. Po nëse e kompenzon nuk bëhet ditën tek, po bëhet çift. Natën ke pas zakon mi fal 5 rekate, i fal ditën 6. Ke pas zakon mi fal 11, i fal 12. Gjithmonë rekat është ton, se kompenzimi duhet të pagu kostën e kompenzimit, një më shumë apo, një më shumë. Andaj kur kompenzon duhet të bëj më shumë se që është dashur me bënë në kohën e vet. Me i kallzu Allahu xhallahu ala se po vjen keq se mi ku mundsi jap. Edhe në çdo aspekt kështu. Në esencë është më nderse me ngudesin, çto vlera, çto rahmeti Allahut azza xhall. Në xhami, edhe në prezencë fizike. Po të kanë duhet s'ka mujt ridëgjon ato. Kompenzim ato. Po jo hajri inshallah. Kompenzoj ngoja. Andaj ndërtojnë vetën në parimin e kompenzimit. S'ke mujt me konë me një ven, s'ke mujt me konë me një hajr, s'ke mujt me konë me një projekt, s'ke mujt me konë me një periudhë caktuar kohore, në rregull, ka shkuaja, s'ka vajtim për të kaluarën. Por në atë që kam bet, dëshmoje, dëshirën e flak për ta kompenzu atë që ka u nga e kaluara. Sikur që i ka unë Fudal ibn Iyad rahimullah, ati njeriu të cili pak i ka arë zheg, kur i ka thonë Fudali, ka kjo afër më ronë varë. Se ka vetë Sovjetikia, ka përmanë dë vjetë, s'pi përmanë e zdani mundëm me një vetën keqë. A i tonin e së të mdekës, Allah në falë, po njeri kur i ka dë vjetë, është mangatë, që të kuptim dzakan shumë se. Kur i ka thonë, që ka që vjetë i kam, i ka thonë, ka ke ngatë. Ka thonë, që ka me botash, pas jë ngatë, kur këshu për mas, sa mundësia i ke, kush t'i këthejt më mëra pas ka. Ka thonë, që ka me bo, me lë amel, ja Eba Ali, që ka me bo, filan. Ka thonë, ahsin fima të bëka, jughfer leke fima me dha. Që kjo është mbyllë e desit, të thëmë. Që të mere parim njëtone. Regulloja që ka metë, ta falë Allaha që ka kalu. Kaq. Kompenzoje tash gjithë që ka kalu nga kaluara, mundohë tash me, nështë ka kalu vite të tëra, se falë. Ka kalu vite të shumë të proqi, nështë se ke kry një obligim të Allah në kohë që është duhet. Ka nikë mundësi. Tash kompenzoja të. Kompenzoja fuqimisht me zel e përkushtim, e angazhim, e ambicje vullnet në shfrytëzimin e mundësive maksimalisht se nuk dihet kur mundësit përfundojnë. Nuk dihet kur i vjen një vdekja. Andaj të ndërvëllezër dhe motra, këto janë 7 parime që konsideroj se janë të rëndësishme, janë domethënë se janë përmbajtësore në vetëdijsimin tonë për shfrytëzimin e mundësive të shumta që Allahu na i sill gjatë ditës e gjatë natës. S'po them gjatë vitit, po gjatë ditës e gjatë natës. Ne ballafaqojmë mundësi shumta, shfrytëzojmë mundësinë e dhikrit, shfrytëzojmë mundësinë e bamirësisë, e këshillës, e porosisë, çka të mundesh 2 rekateve, një hajr më minimal, mos nënçmoni asgjë nga punët e mira, nga se njëri shkon në xhenet për gjysmëhur më aftë. Njëri ka shkuar në xhenet për një degë të laguar, po një grup ka shkuar në xhenem për një mas të rëbnuar e të domethënë dëmtuar që si ka më ngrë me pija, nuk dihet. Kështu që njeriu me koni vëmendshëm, i kujdesshëm, kohën që e ka pa Allahu dhe mundësit me i shfrytëzu maksimalisht në përputhje me parimet që i përmena që ditën e gjykimit nuk po them as me tar keq, se keq komentar të gjithëve, po spaku me e minimizu keqardhjen, edhe keqardhja me qenë që nuk përfundua Firdaus, se për në xhenet nuk kontestohet kjo puna. Andaj keqara të veç për grada, por jo për diçka më shumë se kaq apo. E për me minimizu këtë nivel, duhet me i shfrytëzu mundësit sa të kena jetë, s'po sa të kena mundësi, po sa të kena jetë. Allahu xhallahu ala ju dhasht shëndet e rahati, e mirëqenien edhe sigurinë familjet e juve kudo që jeni. Dhasht edhe që ka mbet nga dhunheqja të shfrytëzohet maksimalisht shumë më mirë se ajo që ka kaluar. Ti shfrytëzojmë këtë mundësi nga se jene në ditët më të mira, edhe jene në mundësi ideale në jetën që kemi për të fituar shumë. Shfrytëzoni jetën, kohën dhe pendoni tek Allahu xhallahu ala për çdo shans të humbur dhe kërkoni nga Allahu mundësi të reja që të dëshmoni se e shfrytëzoni mundësinë si duhet. Do të takojmë inshallah sikur që e keni të qartë pas Bajramit. Do ashtu në ardhshme nuk takohemi pas në zgjedhjet Bajramit, po jo në ders. Për shkak se ditë Bajrami, Allahu na lehtësoft, edhe haxhlerëve Allahu ja pranoi haxhin e i kthej ftohtë në shëmir.
E përse Allahu këtë haq të muslimanëve, haq të çlirimit, e të fitores, e të ngritjes, e të rahatisë, e sigurisë, për këtë musliman kudo që ata vuajnë, hjekën dhe persekutojnë forma të ndryshme. Allahu shpërblet, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.